Prokuroria për krime të rënda, në bashkëpunim me strukturat vendore të policisë, Kukës, Tiranë, Korçë, të drejtorinë e forcës së posaçme operacionale në drejtorinë e policisë shtetit, kanë finalizuar operacionin e koduar tranzit në kuadër të procedimit penal numër 157 të vitit 2016 të vepër penale të dhënies ndihmë për kalim palishëm të kufirit dhe organizatës kriminale. Këto hetime kanë filluar në muajin korrik të vitit 2016 për një grup të strukturuar kriminal, të cilët organizonin futjen e palishme në territorin shqiptar të shtetasve nga linja mesme, kryesisht sirian dhe afgan, dhe kalimin e tyre kundrejt fitimeve në vendet e BE-s, kryesisht Austri dhe Gjermani. Në përfundim të këtij hetimi janë arrestuar gjithsej 18 shtetas shqiptar, të cilët i përkisin grupit kriminal, janë sekuestruar 16 mjete dhe janë ndaluar gjithsej 83 shtetas të huaj. Pjesëtarët e grupit kriminal, bashkëpunim me njëri tjetrin, si dhe me shtetas grek dhe shtetas nga vendet e origjinës, gjenin shtetas në kampet e pritjes së refugjatëve në Greqi dhe kundrejt shpërblimeve 1.500-2.000 euro, i fusin ata në mënyrë ilegale në kufirin e gjelbër, kryesisht në zonën e Korçës, duke i tranzituar në përvjet vendit tonë për në Kosovë dhe mëtej në vendet e BE-s.